Një tjetër javë në Ferma VIP po mbyll një cikël të ngjeshur me ngjarje të papritura, rivalitete të forta dhe momente që kanë ndryshuar rrjedhën e lojës. Spektakli i mbrëmjes së sotme premton surpriza, ndërsa fermerët e mbetur në garë kanë nisur aludimet lidhur me eliminimet apo renditjet e mundshme. Një tjetër konkurrent do të mbyll rrugëtimin e tij në fermë. Publiku do të ketë sërish rolin kryesor në vendimin e fundit, pasi ka ende mundësi të shpëtojë një nga 4 të nominuarit mes Blerinës, Henrit, Vanesës dhe Sarës. Konkurrentët janë të angazhuar çdo ditë me sfida të ndryshme, që shpesh bëhen vendimtare në këtë pikë të lojës. Këto momente të cilat testojnë aftësitë e tyre shtojnë gjithnjë më shumë ngarkesën emocionale të këtij reality show. 7-8 fermerë thojnë po listët e përbashkët. Marrja e drejtimit të punëve të fermës nga Indri ka sjellë reagime të ndryshme në radhët e fermerëve. Megjithatë, Indri është treguar i kujdesshëm në ndarjen e punëve dhe detyrave në fermë. Ke nevojë për mua për të stalla? Ferma VIP 3, që transmetohet 24 orë në 7 ditë të javës, ka patur momente që kanë lëkundur thellë raportet mes VIP-ave dhe kanë zbuluar karakteret e tyre të vërteta. Publiku ka patur mundësi të shohë një pasqyrë të thellë të dinamikës mes konkurrentëve, duke u ofruar kështu një spektakël të plotë dhe emocionues. Të gjitha zhvillimet e fundit dhe surprizat që do të ndodhin do të zënë vend në natën e 15 të spektaklit në orën 21 në ekranin e Vision Plus dhe live në 2 kanalet e dedikuara si dhe në platformën YouTube. Okej, çfarë bën për ty? Po gjitha pas keni